Në ambientet e komunës së Gostivarit, në sallën e rinovuar tërësisht, u mbajt mbledhja e fundit e Këshillit Komunal për mandatin aktual 4 vjeçar. Kjo seancë shënoi njëkohësisht edhe mbledhjen lamtumirëse të kësaj përbërjeje të Këshillit. Mbledhja u zhvillua në një atmosferë formale, por edhe simbolike, ku këshilltarët bën përmbyllje të punës së tyre institucionale dhe reflektim mbi sfidat dhe arritjet gjatë mandatit. Në këtë seancë mori pjesë edhe kryetari i komunës së Gostivarit Valbon Limani, i cili përgëzoi të gjithë anëtarët e Këshillit për angazhimin dhe kontributin e dhënë. Ai vlerësoi se çdo kritik, sugjerim apo propozim ka qenë në funksion të përmirësimit të jetës së qytetarëve dhe se dialogu ka qenë thelbësor për funksionimin demokratik të Këshillit. Ishin 4 vite dinamike për të gjithë ne, por edhe për qytetin tonë. Gjatë këtyre 4 viteve, përveç tjerave, besoj se të gjithë ne tani më kemi minimum nga 30 miq të ri, pa të cilët mund të llogarisim në jetën e përditshme. Sa i përket punës, kemi pasur edhe kritika, edhe sugjerime, edhe ide, mirë po gjithë kjo vetëm e ka forcuar demokracinë në nivel lokal në qytetin tonë dhe gjithsesi i ka dhënë një dimension tjetër punës së Këshillit Komunal. Kemi pas edhe përplasje, debate, por besoj që gjithmonë kanë qenë në të mirë të qytetarëve tanë, qytetarë për të cilat ne u zgjodhëm në vitin 2021. Unë dua personalisht ju falenderoj të gjithëve, një nga një, për punën që keni bërë, mbi gjitha vetëm shëndet dhe dua t'ju them që gjithmonë, ashtu siç e keni bërë deri tani, pa marrë parasysh prej cilës pozite, të vazhdoni të jeni zëri qytetarëve tanë dhe të vazhdoni ta bëni më të mirën për qytetin tonë. Kryesuesi i Këshillit Namik Durmeshi deklaroi se fal bashkëpunimit konstruktiv janë marrë vendime të rëndësishme, janë tejkaluar sfida dhe është punuar gjithmonë në prioritet interesin e qytetarëve. Ai falenderoi të gjithë për kontributin, duke kërkuar ndjesë nëse gjatë procesit janë thënë fjalë që mund të kenë lënduar dikë, por theksoi se çdo veprim është ndërmarrë në funksion të së mirës së përbashkët. Se bashku kemi marrë vendime të rëndësishme, atëherë kur u votuam në vitin 2021, kemi përballuar edhe sfida dhe kemi ndërtuar ura bashkëpunimi që do lënë gjurmë pra të qëndrueshme në jetën dhe mirëqenien e qytetarëve tanë. Asnjëherë nuk është boll, nuk është kry gjithçka, po jemi munduar të bëjmë më të mirën. Jam i vetëdijshëm se çdo vendim i marrë ka kërkuar mendim të thellë këtu në seanca, diskutim të hapur, pra shpesh herë edhe kompromis. Falënderit që kompromisin e kemi pas nga të gjithë. Por mbi të gjitha ka qenë e dukshme përgjegjësia jone përbashkët për të punuar në interes të përgjithshëm dhe për të ngritur standardet e qeverisjes vendore në komunën tonë. Fjalime lamtumirëse mbajtën edhe këshilltarja Vjolca Baftiu Zylbeari dhe Lek Dalipi, të cilët ndanë reflektime mbi përvojën e tyre gjatë këtij mandati dhe falenderuan kolegët për bashkëpunimin. Jo rastisht vendosa që edhe sot të jem këtu para jush, ndoshta ju kam lodhur këto 4 vite, po besoni se kanë qenë çastet më të mira të jetës time. Një përvojë kogja e mirë, kështu se bashku me ju, se me të vërtet, ndoshta nga secili prej jush kemi mësuar diçka të mirë. Gjatë këtyre viteve, unë kam ndarë edhe gëzimin, por edhe sfidat. Së bashku me ju kam festuar edhe sukseset, por edhe kam mësuar nga çdo vështirësi. Pra, angazhimi im i vazhdueshëm ka qenë gjithmonë për të bërë më të mirën për çdo qytetar tonë. Nuk ka qenë lehtë që zëri qytetarëve, sepse njerëzit presin shumë dhe me drejt, por në çdo vendim, në çdo votë, në çdo diskutim kam pasur në mendje një gjë, Gostivari meriton se gjithmonë më të mirën. Dhe nëse ndonjëherë kam bërë ndonjë gabim, shpresoj që gabimet kanë qenë të ndershme, të mbërë nga dëshira si tjerë për të bërë diçka më të mirë. Shpresoj dhe besoj të paktën një pjesë e nevojave dhe pritshmërive të qytetarëve i kemi përmbushur me nderin tonë më të madh. Nuk dua ta fsheh, ka pasur momente të lodhshme, të gjata dhe të mbushura me polemika, por edhe ato do t'i mbajmë mend me buzëqeshje, sepse në fund kjo është demokracia. Një garë idesh, ndonjëherë me ego, por gjithmonë në shërbim të njerëzve tanë.
Seanca përfundoi me një fotografi të përbashkët dhe me një gest simbolik nga këshilltarja Vjolca Baftius Zylbeari, e cila shpërndau çokolata për të gjithë të pranishmit. Ajo do të mbahet mend në këtë mandat për kujdesin e veçantë ndaj ditëve të shënuara, duke sjell gjithmonë dhurata simbolike për kolegët e saj dhe gazetarët. Një përshëndetje të përzemërt për të gjithë gazetarët, të cilët çdo herë kanë qenë këtu me ne, të cilët çdo herë kanë përcjellur zërin ton jashtë kësaj salle në mënyrën e tyre më të përkryer. Dhe dua të gjithë ne së bashku t'i duartrokasim sot gazetarëve ton, mediave tonë.